Njeri? Ja u pa qartë, pse po thoja erën e kaluar që Selini kërkoi që të flinte afër me të krevati 2. Me që Miri është tu, unë dua të flek këtu të krevati 2. Dhe unë mendoj që Kristi ka vendosur që të na vënë në një krevat sepse Selini ka kërkuar që të flej afër Mirit. Dhe do na vej dhe na vuri në sfidë. Tani çfarë të themi më shumë? Ja, është para. Shumë e pastër. Pastaj batutat që janë bërë aty, po patjetër që ne do bëjmë batuta me njëri tjetrin se nuk kishim ardhur për shkuar në pallat kongresesh, se ishte një kongres. Kemi ardhur në Big Brother, do miqësoheshin, do flisnim me njëri tjetrin, ta bënim më me humor gjën, sepse nuk ishim në korniza për të folur me etiket. Kja ku është Selin. Selin, kur ripe këto pamje. Po. Çfarë të vjen? Këto pamje nuk janë fakt, janë pjesë të njëjtës natë, por nuk janë reagimet e para. Që do thotë kur kam marrë dhe kam dhënë dorën gjithë shtëpisë, në moment që kam ardhur për të ulur afër Anxhelës dhe Lornës, më kanë thënë ande, se ngjyra syve ishin ulur një divan i tërë dhe thash, "Okej, a mund të ulem këtu afër Mirit?" Ka qenë pyetja e parë. Pastaj kemi qenë te dhoma, tha Iliri, "Hajde një herë të zëm krevatet." Thash, "Okej, le të zëm krevatet." Kur jemi futur brenda, të gjithë krevatet tek ishin zënë. Dhe unë në këtë shtëpi, njerëzit që njëja ishte Lore dhe Xhodi. Dhe në moment që thash, "Okej, janë zënë gjithë dopjet", dhe thash, "Kush është i pari?" Tha, "Miri, jam unë." Thash, "Po te i dyti Kristi dhe Lore." Dhe thash, nga që Lore është i vetmi njeri që njoh dhe Xhodi kishte zgjedhur një nga krevatet e fundit që ishin tek. Kam thënë, "Okej, do vi dhe do i them Kristit, njësoj sikur thash, a mund të ulem afër Mirit të divani për të përdorur të njëjtën batutë." I kam thënë, "A mund të më lirosh krevatin sepse dua të rri afër Mirit." Ky është interpretimi i saktë edhe i drejtë, jo ajo që do t'i japi Miri. Ja pra, doli atje. Jo, ja pra. Po them, po them ne e pam videon, tash i ta interpretojmë. Kur jemi futur në dhomë, po them herën e parë Kristi ka qenë ulur në divan gjithë me prikenë që kanë thënë Kristi, a mund ta ndërkë krevatin? A mund flas? Po ishte era 2 vetëm kaq dua. Ishte era 2. Mund të flas, po ishte era 2. Prikena, ka qenë Kristi ulur në gjithë me ty, kur unë kam pyetur për para, mund të ndërkë krevatin, dua të flej afër Mirit. Ka qenë ulur në divan aty. Si mund thua se herën e 2 do të flej afër Mirit? Unë kam vendosur të mos replikoj më mbi Mirin, sidomos për këtë situatë, sepse është vetëm një situatë që intereson në të vërtetë. Por e vërtetën, të vërtetën Miri nuk e transformon do si do Miri. E vërteta është që unë te ky divani, kur kam ardhur nuk jam ul në asnjë moment, kam thënë shko andej nga ngjyra syve. Edhe çështja e portretit se në fillim ndoshta kisha pak problem nga cila anë të rria, i thash a mund të ulem këtu, ishte dhe Lore ngjit. Thash okej, është Lore që njoh. Thash a mund të ulem afër Mirit, a mund të ulem afër Mirit, se ka qef Mirit ta dëgjoj fjalën emrin e vet. Dhe tha po. Dhe pa ul tha Iliri duhet të prezantojmë krevatin dhe pash që nuk ishte ngelur asnjë tek Bosh dhe Ilir, sepse ishin zënë të gjithë nga banorët që ishin aktualisht në shtëpi. Dhe do pjot unë nuk e dija se kush do vite pas meje dhe thash do mendohem. Që doli dhe në klip, thash do mendohem të shikoja se kush do vinte në shtëpi, edhe me këtë do më duhet të ndaja shtratin. Kjo ka qenë historia, jo historia që Miri do t'japi kontekstin. Ky është versioni im, le t'jan, Miri mund të vazhdoj dhe të... Mund shkoj te Lorea, ti thoshe Lore se kishe shoqë. Nga këto pamje që pat, vazhdoni të qëndronin të njëjtit qëndrim që kishit para se të shikonit pamjet. Apo jo? Po, se ja ku ishin. Jo, pamjet. Unë këtë thash. Unë nuk thash asgjë tjetër. Miri e mashtrues komplet. Pra pamjet nuk ju rifreskuan as. Ti tjetër gjë atje. Ti thoje tjetër gjë dhe dilte klipi që kishte ndodhur tjetër gjë. Çfarë thash tjetër gjë që nuk ishte po mimi nuk ishte ulur pas një gëm. E vërtetë është u si ulur. Po ka fiksuar ty gjë e ulur. Pas një çer në këmbë. Ore, nuk është rëndësishme ishte ulur apo ishte në këmbë. E rëndësishme është kush kërkoi të ulë. Dgjoj, di çfarë është më e bukur në mesin ton, që ti ke ngel akoma te krevatin se un kam edhe shumë lojë për diskutuar, kështu që vazhdoje versionin tënd dhe mbrot tënden. Roger, ti e shikon veten si shumë të vëmendshëm. Lutem vetëm diçka shkurtër. Po. Apo flisin për natën e parë apo po flisin për natën e fundit të Big Brotherit? Po, pra në natën e fundit të Big Brotherit, në takimin ton të shtunën, për shkak të fjalisë Monikës, u rihape edhe një herë çështja se si shkoi Selin te Miri apo Miri te Selin nga ty. Apo flasin për natën e parë sot tani, apo flasin për natën e parë? Po pra, pamjet që pan janë të natës së parë. Interesuar Miri, edhe të darka e Dimanit hape muhabetin e krevatit. Unë kam gjë tjetër për diskutuar. Miri, ke ngec.
ngec. Po s'kam ngecur unë, pas ka ngecur vllai madh. Po vllai madh më Po vllai madh ngec se ke ngec ti mor djalë. Sa kërkon ti nxjerr vllai madh. Po si ngecon? Konfirmon gënjeshtra e tua. Vllai madh e kanë thënë për ne. Konfirmon gënjeshtrat e tua. Po jo më ishte debat midis nesh. Ishte bisedë midis nesh. Barbie. Mënyrë se do të jetë vetëm tonë. Ishte bisedë midis nesh. Pra, çfarë ndodh në bisedën mes jush, juve akuzonit njëri tjetrin. Si ishte hyrja? Si kanë rrjedhur ngjarjet. Dhe vllai madh sonte vendosi që t'ju tregonte si kanë rrjedhur ngjarjet në të vërtetë për t'ju ballafaquar me të vërtetat e secilit prej jush. E ke mendje vetë nga ata parë. Unë ja kam thënë mirë, fatkeqësia e mirë është memoria ime. Diskutimi te darka filloi sepse më pyesin në lidhje me debatet dhe u hap tema e Lornës. Dhe Miri që intereson t'i kaloj si do Miri, më tha mua, pse të kishte ty nat Lorna? Pra Miri e çoi bisedën aty. Nuk ishte biseda te krevati, po Miri ti intereson ta çoj bisedën te një njëjtë temë. Dhe këtë bëri dhe natën e Dimalit. Tha, nga Lorna doli te historia e krevatit, askush nuk po diskutonte për krevatin. Jo, më është Miri i ngecur. Ky është mendimi i diskutuar krevatin. Se amu që ka të diskutuar krevatin. E ke mbrojtur me brikenën. Krevati jam unë, ke thënë. Kështu që lere këtë muhabet, mos e zjam. Nuk kam thënë as i moment krevati jam unë. Unë kam thënë ka faktorizuar një objekt dhe ai objekti ka faktorizuar shëndetar për brenda. Nuk kam thënë unë kam bërë krevatin, krevati ka bërë mua. Debatën e fundit. Do i shkoni më shumë ti thoshte Miri. Debatën e fundit i ke përmendur ti krevatin, s'e ka përmendur. Do i shkoni më shumë Miri, sepse Miri përfaqësohet me një krevat. Unë kam thënë qëndrimi im në një objekt ka faktorizuar objektin, ai objekti ka faktorizuar shumë njerëz në lojë. Një fjali e thënë disa herë në të njëjtën mënyrë. Sorry. Manipuluese pra. E kalon kjo si do kjo, në rregull, çfarë them unë. Rogert, këto pamje që pam, edhe variantet që ka dhënë Miri dhe Selin, kë nxjerrin sipas teje gënjeshtar? Tani me thënë vërtetën, unë gjithmonë kam i net atij mas e planit tem që një diçka ka mes tyne para se me hyn Big Brother. A mund të ketë një person në mes, a mund të ketë një telefonat, pse? Po ti e ke pyetur Miri dhe Miri të ka thënë që ne nuk kemi takuar, nuk jemi. Por nuk e kam besuar me thënë vërtetën. Nuk e ke besuar? Ja, patjetër jo. Dhe mu mbani përshtypje prime i funit kur acarun me njëri tjetrin dhe tha tash e shef jashta me telefon. I bëri Selin dorës kështu. Dhe ideja është që qa pasu këtu tani, unë pash një gjuhë trupit që në fakt ato nuk ishin surprizun për me taku njëri tjetën për herë të parë. Kjo thot që ka shoqe Loren. Loren punon në tjetën record label që është Miri. Pa nuk ka kuptim që këto mos t'je njoft jashtë një disi një tip muhabeti. Por fakt pash edhe diçka këtu. Unë pash që Miri ishte shumë player style, pra kishte një stil playeri që në fakt po i pëlqejte fakti që kjo gotë do të mi ula afër këtina. Dhe qofta jo shkon atje. Pse që problemi ka tu? Dhe si ka mundësi, nuk ka shku të tjetër kush. Pse? Nuk kam shku të Joela. Kam zgjell për të ula tjetër Lorna, se kisha lojën e vlajt madhe dhe ula atje. Po pra, se kisha një lojën me Lornen, apo sa fat. Tani, mu më duk një gjuhë trupit sikur ishte total e planifikume, kështu e mendoj unë. E planifikume nga të dy, apo? Nga të dy, pa tjetër. Fakti që këto nuk e kanë shu krevatin dhe i kanë ba pyetjen si Miri, si Selin. Orti zotni, orti zonjush, pse se keni nda mos mu ullë krevat, edhe me sfid, si që ishte i liri që ta du me nejtë në tokë, pse? Më keni thënë të dy për loj. Kjo loj tani ju ka marrë të dy në qafë, mos i vinë keq. Sorry, s'kam thënë unë për loj. Doli te klipi, kam thënë vllai madh, kështu do duhet flim si që ka ndar Kristi, domethënë. Gjuha trupit po gënjente total, sikur këto dy që janë po takojnë për herë parë. Unë nuk e di çfarë profesioni bën në vërtet Rogerti, po është një shumë mirë gjuhës së trupit së njerëzve. Gjithsesi Ledion kam intuitur. Kur nuk kam thënë kam shoh Mirin, vetëm arsyeja pse jam ulur afër i Mirit ka qenë vetëm fakti i portretit që mund të kisha një kamerë për dorë. Po dorën pse e bër, o Selin, kështu. Tash e shef jashtë. Kur delsh jashtë, tash e shef dorën me telefon, pse e bër? Tash kur dalësh jashtë e shef, nuk do të ke dëgjuar. Po më kalu me këtë. Kur atarove. Jo, nuk jam fjalë të mia. Okej, Shëndrit. E njëjta pyetje edhe për ty si për Rogertin. Pra, ballafaqimi me ngjarjet e asaj dite, kë nxjerr gënjeshtar sipas teje? Realisht këtu sipas situatës unë më shumë i besoj Selin. Edhe për shkak të disa arsyeve të tjera dhe po e pash klipin edhe po të gjykoj përmes klipit. Për shkak se ky i pas ka shku edhe Kristit mrapa dhe gjithmonë me tendencën që
si me thonë me një farë forme, me shty punën që me flejt bashkë me një shtratë. Kjo pra është Big Brother. Kështu që po mjen keq mire. Ky pas famje më tepër tu i shku Kristit në rapa, edhe tu ja bo me shaj që mirë po ban, mirë po vepran, mirë po vendos, shumë mirë po ban. A dole ti që aty Kristi tu i shku më rapa gjatë gjithë kohës. Po pra, sepse ke pas tendencë gjatë gjithë kohës për me bëkë ndryshim. Atëherë, mire, se ndryshove ti me qënë se pas ke zhjith krevatin e dytë i pari, pëse nuk i thek pra Kristit, pëse s'po m'len mu pra këtu, se unë e kum zhjith ratin e vetë. Qa ti thoje Kristit? Donë të bashkë, se edhe kjo ja ka përmen Kristit, pëse donë të bashkë. Kjo nuk ka pas në atë moment shtrat tek, okej? Edhe në qatë moment kjo ka vendosë, edhe ja ka sugjeru, ja ka sugjeru. Kristit se s'me le në krevatin tek që kam zhjedur në fillim, të po thë. Po pas të në burin sfid, nuk ndrojnë sfid, ketë në regull, nuk ndrojnë. Te, ke ujtë mja sugjeru, qështë ja ke sugjeru, do të fjallë, mja sugjeru prap tekin tënë, që e ki zhjeti pari. Se ka pas edhe banor tjerë që ja ka sugjeru, me kë, me flejt, edhe Kristi e ka provu. Kam vjetur jashtë. Gjodi, ka para ka që është ndru. Zëllon janë ndruar dhe janë vën prap të kete. Si, i ka ndruar Kristi. Sepse të mire, ti e the në dhomën e rëfimit. Mire, në dhomën e rëfimit pas këtë thënë. Pas ke thënë që edhe Kristi ka ardhur për me lujt, edhe këtu jemi për me lujt. Masi ki ardhur për me lujt, unë pe kuptoj gjithën tënde, edhe publiku e kuptoj gjithën tënde. Që ti e realisht prej fillimit e ke fillu me lujt. Atë në dhomë të rëfimit, Kristi ka ardhur me lujt, normal që ka ardhur me lujt, edhe këtu jemi për me lujt. Okej, kjo është pra për lujt. Pra për lujt e ke bërë këtë zgjedhje. Ajo është në mëgjedhje. Për zgjedhje e ke bërë. Po, është zgjedhje për lojë. Unë nuk mund të zgjedhje për lojë. Jo, se kam si vajzën time. Jo, se kam si vajzën time. Por është zgjedhje për lojë. Po, normal se narrativa është këtë tjetër. Okej, miri të pyes. Do me thënë, në vimësi të gjithë këti diskutimi, nëse atë ditë do të kishtë ndodhur, po themi, sepse kjo gjë që thotë Rogerti një herë, atë pëlqen se ti i ke sqaruar që unë e kam parë në televizor Selin dhe e kam parë vetëm një herë nga afër në Këngë Magjike, kur unë isha ullur, ajo prezentonte dhe unë isha ullur për balë. Dhe nuk e kam parë me syrin që po e njoh. Se unë atje kam shkuar për Lorena, ajo djetë. Si të shojmë çdo njeri që prezenton. Prezentuse normale. Dhe s'kam pas as njerë as një takim me të. Fakti që Rogerti as njeri për të. Fakti që Rogerti hedh këtë akuzën, nuk nduket ashtu e si të vjen, do me thënë, si e ndjenë, se Rogerti në ndërkohë ti e mban njërë nga njerëzit më afër. Po shumë e thjeshtë, është një provokim që bën Rogerti. Po jema konstatim, o mirë. Shumë mendoj unë. Nuk është konstatim. Shumë mendoj unë më vëlla. Po pra, po thuaj është opinion. Tonaliteti i zonit. Po është opinioni jo. Nuk është konstatim. Ku do ulesh? Tani mund të flas. Hipoteza vetëm për me ngjallë debat, është provokim. Rogerti bën atë që ka bërë gjithmonë. Mendoj unë vëlla, tani e kam ndru konstatim. Provokimet për na futur në siklet, për të gjetur një të vërtet, për të thënë diçka që të kanë aty, për treguar se ti Në sekundë që po flisni në korë, ju lutem të dëgjoj pak një. E vërteta është një dhe e vetme. Unë Selinin s'e kam takuar në asnjë moment jashtë Big Brotherit dhe nuk kam folur me askënd, me asnjë njeri për Selinin. E kam parë këtu edhe e kam kuptuar këtu kush është Selini për herë të parë. Okej, Monika. Nëse ka ndonjë gjë tjetër, fal. Kemi Selinin të thotë, nëse jam unë gënjeshtar. Telefonata. Atëre, kishte dikush tjetër për të folur apo? Jo, ti. Okej, unë. Jo nga që tha dikush. Po, unë thash për s'ka dhe. Shëndriti do të flasë? Okej. Pas teje? Pas me, mirë. Atëre, unë jam shumë me lumtur që ato çfarë thash javës që kaloi u vërtetuar nëpërmjet videos, biles ka dhe shumë diskutime të tjera, ku ka qenë diskutimi për sa i përket çështjes së krevatit. Na pëlqen, kjo është e vërtetë. Dhe nuk ka pse të mos jetë, ajo agresivitet dhe ai agresivitet që unë shikoj nga ana Selinës, nuk e kuptoj, sepse në qoftë se Selin ka qenë për 50 ditë me Mirin ortak dhe mbas 50 ditëve prishi ortakrin, nuk ka pse të jetë agresive aq shumë. Se kur unë them Miri Westside-ave dhe vazhdoj ta them përsëri,
nuk është miri i nonës dhe babës vetë, po t'ishte për miri, le të flente me armirin tjetër, me mirin tjetër, armir tonë. Pra, por, lutem, mos më ndërprisni. Por, historia është ke fama, pra, janë se cili nga ata aty, por themi, nuk ne 3 personazhe kryesor kishim që hynin këngëtar, pra ishte Stine, Miri, ishte dhe, po themi, Kristi që ishte bërë i famshëm për shkak të këngës Bajame që ishte breziri, po flas unë për brezin tim, për moshën time. Impakti i ditës së parë, thua, pra kur emri është më i madh se sa personazhi. Okej, Lore Derliku. Dakor, ta mund të qeshin dhe mund të zgërdhihen me fjalët tona dhe s'ka si gjë të keqe. Këto janë gjenerata Z. Dhe mendoj që duke qenë gjenerata Z, ju jep të drejtën të zgërdihen, të tallen, të qeshin, edhe të gënjejnë, se s'ka si lloj problemi se me sa duket të qenurit pa edukat dhe pa respekt është vlerë sot në brezin e ri. Dhe ajo që dua të theksoj dhe po them edhe një herë tjetër, të dy janë fajtorë të kësaj situate, të dy nuk i kanë ndarë gjërat ashtu siç duheshte, por nga ana tjetër unë shikoj një mirë më të rezervuar, pra më të tërhequr, nuk përmend krevatin, nuk përmend po themi I love you të kedera e akuariumit, nuk përmend përqafimet, nuk përmend shumë gjëra të tjera. Unë pse budallaqe jam t'i nga krevati, nuk përmend që ne do ikim bashkë të dy deri në finale. Kjo është e vërtet, nuk i përmend. Vetëm si Çan, e ka i çikte problem. Po shumë le çaj, s'ka si gjë të keqe. Çana eri, ku bëj Çana këtu. Shumë me gjë të keqe nga Çara. Sa veta edhe Rogertin e kemi parë duke Çarën. Ka ndonjë gjë. Jo për ju Ede. Jo për ju Ede, nuk ka çaj për ju. Unë nuk kam qarë për Selinën aty. Ai mund të qarë për gjëra të tjera dhe për mund edhe. Por ka një gjë që unë e theksoj dhe dua ta përsëris. Krevati duam apo s'duam ne ka qenë objekt i bisedës. Dhe duam apo s'duam ne i mbajti në lojë. A e mbajti Selin dhe mbajti dhe Miri, kanë mbajtur dy njëri tjetrin, patjetër. Por unë shikoj që është shumë e pandershme nga ana e Selinës në mënyrë të tillë që i bie Mirit dhe bën Mirin fajtor. A ka humbur Miri më shumë? Unë mendoj që Miri ka humbur më shumë, se Miri ka një grua, ka dhe një vajzë jashtë shtëpisë. Të cilën se çfarë dëgjojmë ne dhe se çfarë flitet jashtë, pastaj është e njëjta situatë siç mendon dhe Selin për veten e saj. Selin? Atëherë, e falenderoj Monikën për një tjetër koment shumë supportuese dhe interesant. Dua të them Monikës, a mund ta mbaroj Ledion të lutem se unë kam vendosur që mos ndërpres më njëri se është dua të them Monikës që gjenerata Zen nuk përfaqëson, nuk i ka kthyer antivlerat në vlera dhe nëse jam unë një prej tyre, më vjen keq, po këtu brenda kam gjetur antivlera dhe më është dashur të kthej përgjigjen në tjetër moment. Sa për pjesën e vlerave të Selinit do të pavarësisht se Monika sa për vlerat e Selinit, pavarësisht se Monika është një nga personazhet që më ka ofenduar edhe më shumë se banorët të brenda, do ja jap kënaqësinë nëse do edhe Monika që kur të dalë nga këtu të konsumojmë një kafe dhe të bëjmë biseda që mund ta kuptoj se sa vlera ka kjo vajzë. Patjetër. Sa për pjesën e mirënjohjes për ortakërinë apo për ortakërinë në vetvete, Selini nuk ka qenë ndonjë agresive. Selini ka qenë agresive kur kuptoi që të gjithë respektin dhe dashamirësinë e kishte keq interpretuar duke thënë ajo është femër yll, pastaj ajo është kokra e, pastaj mua më pëlqen ajo është kështu, ajo është ashtu. Dhe sa për pjesën e klipit, jo, dhe sa, më fal, a mund mbaroj? Unë thash është kokra e. A mund të mbaroj Omiri? Omiri, mundem të mbaroj. Omiri, a mund të mbaroj? Mirja, mund të mbaroj. Mund të mbaroj? Faleminderit. Edhe sa për të thënë një gjë të fundit Monika, më ka marrë malli shumë për Monikën, për mënyrën se si Monika më fliste, ditët kur kam qenë ortakëri me Mirin, që interesonte që Mirit kishte një ortake të fortë dhe inteligjente, që Mirit ekste përpara. Që prendarjes së ortakërisë time me Mirin janë ndarë dhe mendimet e tua, gjithsesi e vlerësoj edhe atë Monikë edhe këtë Monikë. Okej. Pritani son do t'ja kthej një përgjigje. Do prish ortakëria, doli më e pio. Po ti the diçka, ajo të ktheu një përgjigje. Pastaj, nëse ti do thuash diçka, ajo do të kthej një përgjigje, do. Jo, po do ti vetëm jo, dy gjëra duhet të sqaroj. E para Selin kam qenë e para që të kam thënë mos rin krevat me Mirin që ditën e tretë. Pra që kur të kam thënë negocio, se nuk negociove me Kristin për t'ik nga krevati. Edhe gjatë sfidës. Lutem të mbaroj. Edhe mbasi mbaroj sfida, ju përsëri ti nuk hike nga krevati kur vaj ma mbaroj që ishte. Tani, ka një gjë. Të lutem ta mbaroj. Duhet të them dhe diçka tjetër.
Kam qenë gjithmonë ajo që i kam thënë Mirit, në fakt, dhe jo ty kam thënë Mirit, shiko punën tënde, se s'ka qa duhet se je burri martuar. S'ka qa duhet. Po, s'ka qa duhet rish në një krevat dhe një vajzë të re. Në mendim që Mirë po bënde diçka gabim aty për faktin se është burri martuar, po? Dhe unë kam qenë kundër, kam qenë nga ata që kam sulmuar pse ju keni ndetur në një krevat mbasi mbaroj sfida. Vonë ka qenë ajo më? Jo, nuk ka qenë vonë, ka qenë në prajmin e tretë. Ka qenë mbasi kanë vajt ka akvariumi këta. Dhe më vonë, kur të di, akvariumi është pak më vonë. Akvariumi është me 3 janar. Akvariumi është me 3 janar. Po, akvariumi është me 3 janar. Tashi, mos shiko se mbas ati prajmi të kaluar, kam parë gjithë prajmet e tjera se kam parë vetëm time se duhet të jem koherente në atë që them. Dhe tjetra, kur ka hyrë Gimbo në lojë, besoj se nuk e mbani mend, ta kam thënë, Selin, të shikoj më marrëdhënie kimike me Gimbon, ju shikoj bashk si një çift të mrekullueshëm, se jeni shumë të bukur, jeni vetvetja dhe me Mirin ju shikoj si aleat në lojë. Sepse sot po të kishit qëndruar të tre bashk, mos ishit përçarë nga fjalët mos ishit përçarë nga fjalët e Robertit. Mos ishit përçarë. Ose li të mbaroj unë analizën e lojës time. Unë mendoja që ti Miri dhe Gimbo mund t'ishit të tre në finale. Se mendoja? Mendoja që dasma më e bukur t'ishte dasma jote me Gimbo. Dhe mendoja që një nga aleatët e tu kryesor në atë lojë t'ishte Miri. Për shkak të shumë gjërave. Për shkak edhe të marrëdhënieve, edhe të lojrave të tjera. Po, ka një gjë. Ore, më fali se po. Ju diskutoni ndjenjat e... Më falë më të mbaroj. Nuk ka mendimin tim. U krijoj iluzionet e mia. Jo, ku mbaroj. Këta kanë dyshime për dashurinë e Brikenës dhe Mateos. Po pse s'pas kanë dyshime, po themi, edhe për ndjenjat e Mirit me Selinën që thonë që pas kanë ndjenjat pasur. Jo pra, nuk kanë pasur. Nuk kanë pasur. I kanë sulmuar për shkak të krevatit. Njeriu që ka sulmuar, njeriu për shembull, keni një debat, nuk e di a e mban mend Selin debatin me Stenaldo. Jo, me Stenaldo, me Stenaldo. A e mban mend çfarë ka thënë Stenaldo? A e di te jon pra? A e mban mend o Selin? A e mban mend çfarë ka thënë Stenaldo në prajmin e katërt diku nga 15? Çfarë ka thënë Stenaldo ku? Në bas 15 janarit çfarë ka thënë Stenaldo? Dhe të ka bërë copë Stenaldo dhe unë i kam rënë Stenaldos për mënyrë se si ka thënë për ty. Ma kujto, se e mbaj mend, po thjesht... Po ja, ma kujto ti njërë. Pra, e ke pjesën që ty ka interesuar fama Mirit, një të gomen që po jeti sot. Pa tjetër. Po pra, shef që mba ka mend. Selini mba mend shumë gjëra. Por problemi është se si duan t'ja japin njerëz në kuptimin e gjërave. Nuk ka asgjë të keqe ti kur të duash, apo lënda. Po vjen shumë ka asgjë mirë që një opinioniste me një banor të thjesht pas kanë qenë në një njëjtë mendim që mua më ka interesuar fama e Mirit. Kush ka inteligencë? Kush ka mendimi? Edhe kush e ka hyrë në ball, e merr famën herë ta bëjë Monika. Ndoshta ky është momenti im, edhe ndoshta ti do të interesoj fama ime sot. Pra, të të bëj një pyetje, Monika. Miri, sot aty është prej famës? Tash në lojë. Në hyrje po pra, mbas kësaj analize, sepse mbas kësaj, do të thënë, analiza jote është Miri sot është aty si Miri me sa Selin është aty, thua ti. Po kanë mbajt njëri tjetrin zotëri ata, të dy. Më përgjigj pyetjes. Po pra po, Miri që shohim aty, është aty prej famës? Është prej Big Brotherit. Është prej famës apo jo? Është prej Big Brotherit. Është prej krevatit. Selin është prej famës së Mirit. Po mirë, pse Selin ku është aty? Ja, do të prapo pyes o Monika. Monika, do t'i shpjegoj. Atëre, Arbri, dëgjojmë Arbrin, dëgjojmë. Do kem shumë dëshirë që të mos më ndërpresin 30 sekonda, se nuk flas gjatë. Tani, unë mendoj që nuk është problemi i krevatit se kush thirri kë. Unë mendoj që ne kishin bëni me dy individ të cilët në një moment të caktuar ju përputhën interesat dhe krijuan një ortakëri brenda lojës. Problemet filluan te raporti. Ky raport nisi të devijohet nga Miri me disa gjeste të cilat fillimisht u pan nga shtëpia, të lutem, le ta mbaroj, pastaj mund të kundërshtosh. Të cilët fillimisht u pan nga shtëpia, disa sjellje që kishin filluar të kalonin përtej ortakërisë, siç ishte kapja me shumë dashuri e duarve, përkujdesja e madhja, ledatimi i flokëve. Pra ishin një seri ngjarjesh për të cilët filloi të diskutoheshin brenda shtëpisë dhe jashtë shtëpisë.
Selin ju desh të merrte kohën e vet për të kuptuar edhe pas letrës së teatrit, që ore po ndodh kjo gjë, e ka ky njeriu për të cilin un kam besuar që të ndërtoj një lojë brenda kësaj shtëpie, një ortakëri, e ka këtë qasje me mua apo jo? Mori kohën e vet, të lutem. Mori kohën e vet, gjatë gjithë kësaj kohe në këmbvështrimin tim kanë vjel të dy të mirat e atij raporti, i cili i bëri të diskutonin, po jo Krevati, raporti i cili miri devijoi. Dhe më pas filloi ta mçefte me novka që vajza ime e shoh si gocën time etj etj. Ta them. Urdhro? Mos i ngatron. Jo, po. I ke qëndruar gjatë asaj, të lutem. I ke qëndruar gjatë asaj historie, që atë e shikon si goca jote. Dhe unë po të them që ky raport nisi të devijohet në momentin që ti fillove ta shikosh Selinën si diçka më tepër, e cila ran sy nga banorët në fillim dhe pastaj e filloi e kanë parë në fillimisht banorët brenda shtëpisë. Po pra banorët, dhe pastaj është diskutuar më gjë dhe pastaj kemi parë ty që ke dalë duke qarë për Selinën dhe pastaj kemi parë ty që edhe pse pe, të lutem, edhe pse pe Pandorën, madje po të rikujtoj që pasi pe Pandorën the, unë do të ripozicionoj marrëdhënien time për shkak se mund t'jem paragjykuar apo mund t'jem keq kuptuar nga kjo marrëdhënie, dhe disa ditë më vonë kërkove sërish që të flije pranë asaj te dhoma tjetër ku shkut aty. Dhe në momentin që Selina u bind që ka të bëjë me një njeri që nuk ka ndërtuar vetëm një raport ortakërie brenda lojës, por ka filluar të ketë edhe diçka më tepër për të cilën e le të diskutohet në çdo vend ku rri, të tha, stop, unë këtë ortaktari nuk e dua më. Unë nuk them që Selin, unë nuk po them, Selin, mas bisedës që ka bo me Shëndritin. Jo. Po, Shëndrit. Atë e kam thënë unë. Atë e kam thënë unë. Dhe ortakëri nuk e dua. Miri, të lutem. Ka vazhduar si mbas interesave të vetë. Nuk vazhdojnë. Jo. Nuk thash në asnjë moment që Selin nuk ka pasur interesin e vet në ato marrëdhënie dhe që nuk ka përfituar. Nuk e thash. Të thash që ndërprerja ka nisur kur pati një bisedë me Shëndritin. Dhe kur ti i kërkove sërish që të shtrihet aty. Mamenti besoj. Po pra kur rregull. Dhe që ty s'u po qefi, që nuk t'u po qefi për atë vajzë Baby Jean. Në rregull, që nuk votoj atë që doje ti. Bravo. Aty ajo bëri thikën dhe tha jo zotri, ti ke dëshirë që kjo marrëdhënie që ne kemi pas të keq interpretohet në disa nuanca që unë nuk i dua dhe të braktisi ty në lojë. Ti vijove dhe më pas ta diskutosh këtë muhabet sepse të leverdiste, se normalisht kishe edhe hall që mos kishe dalë keq, që për mendimin tim dole keq.